Absolutisht. Është takimi më i bukur që ndonjëherë është bërë në Pallatin e Sportit të Shkodrës. Është gjëja më e bukur që unë kam parë gjatë gjithë jetësime në këtë qytet. Kur ndonjëherë Pallati i Sportit s'ka qenë kaq plot, s'ka qenë kaq i bukur, sa që është sot. Me vajza. Jo rastësisht kam zgjedhur që këtu në Shkodër, në këtë vend, me nënat, me motra, me vajza, me studentet, të fillon fushatën elektorale, të hapin fushatën elektorale. Kjo është gjëja më e bukur. Nuk është rasti sepse unë kam një bindje të thellë. Se me gratë, me ju, me secilin prej jush, ku do po jeni, çfarë do pozicioni që keni, ju do mbështesni Shkodrën që ndryshon, ju do mbështesni Shqipërinë që po ndryshon. Unë këtu shoh shoqet e mia të fëmiris. Unë ju falenderoj që keni ardhur. Unë shoh këtu shoqet e mia 8 vjeçarës. Shoh shoqet e gjimnazit. Faleminderit të gjithave. Faleminderit të gjitha që keni ardhur. Unë shoh këtu të gjitha ato zonja që unë i njoh qysh e vogël dhe pastaj kam ndjekur gjatë gjithë zhvillimeve. Kam këtu miket që kam punu me to dhe pastaj kam këtu antarët e Partisë Demokratike. Ato që kurs me kanë shuar, ato që për herë kanë ardhur mas meje. Atëherë kur edhe të tjerët mund të hezitonin. Unë dua të falenderoj secilën prej jush që na besoni. Ne kemi nevojë për besimin, ne kemi nevojë për mbështetjen, ne kemi nevojë për votën e gjithë cilës prej jush. Ne sot këtu jemi shumë e tepër nga që kemi qenë në 2005-ën. Dhe kjo do bëjë të mundur që kësaj radhe, me 28 qershor, fitoria e Partisë Demokratike dhe është shumë e madhe nga ajo që ishte në 2005-ën. Dhe unë i them secilës prej jush, unë e di, dhe në mënyrë të veçantë i drejtohem nënave. Unë e di se për secilën prej jush nuk ka gjë më shtrejse sa fëmia juaj. Unë e di se për secilën prej jush nuk ka gjë më të madhe në botë se sa fëmia juaj. Unë e di se për secilën prej jush sa vlerë ka që fëmia juaj të jetë më mirë, të jetojë më mirë, të shkollohet më mirë, të jetë më i sigurt, të lëviz pa viza, të ketë një jetë të bukur, të ketë një jetë sigurt, të jetë i shëndetshëm, të jetë i lumtur. Në fund të fundit, nënat votojnë gjithmonë vetëm për fëmijët e tyre. Para fëmijëve të tyre ato s'votojnë për asnjë kënd tjetër. Ndaj dhe unë jam e sigurt se ju vetëm ju këtu në Shkodër, por edhe zonjat në Tiranë, edhe ato në Durrës, edhe zonjat në Vlorë, edhe zonjat në Korçë, do votojnë për fëmijën e tyre, do votojnë për Shqipërinë që po ndryshon, do votojnë për të ardhmen e tyre. Unë gjatë kësaj periudhe e ndjej veten që kam qenë shumë e privilegjuar, që kam drejtu kuvendin e Shqipërisë dhe kjo është prej jush, se ju më keni besu dhe ju më keni dhënë këtë mundësi. Një shkodran e ka drejtu kuvendin e Shqipërisë për të ndërru qytetin e vetë, për të ndërru traditën e vetë dhe them se kam qenë me fat madh që kam drejtu një kuvend që ka bërë të mundur që Shqipëria të hyrë në NATO. Unë kam qenë me fat dhe kam qenë e privilegjuar që kam drejtu një kuvend i cili ka bërë të mundur të kalojnë 1016 ligje, marrëveshje, vendime, rezoluta, deklarata, marrëveshje ekonomike, marrëveshje të integrimi, të gjitha të vështira, shumë të vështira, nga njëherë jashtëzakonisht të vështira. Por unë, sa herë që përballë mehet, kishe kundërshtime, nga njëherë fyrje, nga njëherë sulme, disa herë bilbila, dhe pastaj kërcime të burrave mbi tavolinë, mbi karriga për sulmu. Unë gjithmonë i thosha vetes. Për herë kam thënë vetes,
Ti s'mund tremesh, ti nuk mund dorëzohesh, ti nuk mund përkullesh, ti duhet vazhdosh përpara. Ne nuk dorëzohemi kur. Ne Shkodraci jemi dorëzu kur. Ne zonjat nuk dorëzohemi kur. Nanat nuk dorëzohen kur. Dhe bashkë me kolegët e mi, kemi kalu reforma që kanë qenë jashtëzakonisht të vështira. Reforma që ishin të paimagjinueshme. Reforma të cilat kanë bërë të mundur që kjo Shqipëria jon e vogël, kjo Shqipëria jon me hadhe, të radhitet edhe në kohën e një krize globale, si vend i cili vazhdon të ketë rritje ekonomike pozitive. Kemi bërë reforma dhe kemi punu fort. Ju a themon, fillon dita 8:30 dhe dita mbyllet kur përpara 12 mas mesnate. Dhe kjo është edhe ditë shtume, dhe kjo është edhe ditë dile. Kur pushim për vitri, kur pushim gjatë verës. Dhe kjo është një normë, dhe unë mendoj se kjo është detyra jonë. Detyra jonë është punojmë fort, por detyra jonë kryesisht është që çdo gjë që të bëjmë, ta bëjmë me zemër, ta bëjmë me shpirt, e kryesisht ta bëjmë me dashuri.